Disa qytetarë kanë protestuar mëngjesin e kësaj të shtunën në Kukës për shkak të sigurisë në rrugët e qytetit me qëllim marrjen e masave për shmangjen e aksidenteve. Shkak për protestën janë bërë disa aksidente fatale, ndërsa së fundmi një 51 vjeçar humbi jetën pasi u godit nga një automjet në rrugën hyrëse të qytetit që lidh Kukësin me segmentin Kukës-Morin të rrugës së Kombit. Pranë vendit ku humbi jetën 51 vjeçari, një nga zonat me fluks të lartë të lëvizjes së automjeteve dhe bizneseve, ku drejtuesit abuzojnë edhe me shpejtësinë, u mlodhen dhjetra protestues, të cilët për disa minuta bllokuan rrugën në shenjë sensibilizimi dhe paralajmërimi për përshkallëzim të protestës të shtunën e javës tjetër nëse nuk merren masa për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Protestuesit thanë se situata është bërë mjaft të shqetësuese dhe apeluan shtetin për të ndërhyrë. Kjo është kthy një rrugë e pasigurt. Është një rrugë që është hyrja e qytetit, është hyrja që hyn këtë rrethin qytet. Këtu në shpejtësia është te normave të lejueshme. Këtu ecet me 30 orë, makinat ecin me 200 orë. Jo më lek se dje humbi jetën një pafajshëm për efekt pasigurisë rrugore. Kjo është një rrugë e pasigur, rrugë vdekjet po t'i thonë. Në këtë rrugë janë bërë më shumë se 10 aksidente vetëm këtë periudhë mujore. Dhe po ta shosh, as trotuar nuk ka, as ndriçim nuk ka, as siguri rrugore nuk ka, as një gjë. Janë investu, janë biznes me taksa paguesi rregull. Nëse jam debitor shtet, ja përgjegjësi për atë punë, po jam taksa paguesi rregull, dhe këto nuk marrin masa për asnjë gjë. Kjo është arsyeja nëse bllokojmë rrugën, do të vazhdojmë ta bllokojmë, po do të mbylli edhe biznesin kret. E ta lëm kretën e tikin. Ne ta gëzojë kush ta marrë, po nuk gëzohet si mos kesin njerëz as ka çish me e gëzuar. Ja ku janë bizneset, ku trotuar, s'ka trotuar, ja shive. Investimi është bën 1.5 milion euro, 2 milion euro, e kanë lënë mes rrugës. 1.5 milion euro mund të shku rruga deri në Xhalic. Jo 300 metër rrugë. E kanë çuar pronat e bizneset e veta dhe e kanë ndaluar aty. Shive, s'ka asnjë gjë. Kjo është arsyeja sepse protestojmë. Ose ta lëm. Va falim. Valom kretë, ne ta marrin. Sa i përket kësaj proteste, që duhet dihet edhe logjikisht sepse nuk kanë një rast. Janë shumë raste që po përsëritën që po vdesin njerëzit në rrugë. Prandaj është me drejtë sa edhe shoku përpara që duhet hapen, zgjerohen rrugë. Edhe unë e kam shpinë atë, mund ta shihni, mund ta filmoni sa kam nga aftësi rrugor. Kështu që mendimi është vetë shteti me marrë mosa. Ne edhe nëse shteti nuk do të marrë mosa, nuk do të fillojë, na prap mas një jave do të bëjmë të protestë. Sepse ne e bëjmë për mirën e gjithë popullit, nuk e bëjmë vetëm personal. Ne kena shtëpia, kena fëmijë. Shumë problemi më dha për zotin, shumë problemi më. Çka ka unë i kërkoj ndjesat e familjes se ai ka vdekur ka shkuar. Po këtu na paktën të mbërëm tjerë. 51 vjeçari mëngjesin e së premtës po udhtonte në këtë rrugë me ciklomotor ku është përplasur nga një automjet. Për pasojë ka mbetur i vdekur drejtuesi i ciklomotorit. Policia ka dhënë në pranga drejtuesin e automjetit.